nderuar shikues, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Blu Televizion. Një aksident me pasojë 3 të vdekur ka ndodhur mbrëmjen e së dielës në afërsi të fshatit Drashovic, ku përplas një mjet tip Benz me një mjet tip Ford. Përplasja e fuqishme shkaktoi dëmtime të rënda në të dy automjetet. Sot në vendngjarje pamjet janë të trishta. Pjesët e automjeteve kanë fluturuar disa metra larg, ndërsa dallohen shenja nafte dhe frenimi në rrugë. Një aksident i rënd rrugor është regjistruar në aksin rrugor Vlorë-Kot në rrugën e Lumit të Vlorës. Dy automjete janë përplasur me njëra tjetrën, një automjet tip Benz dhe një automjet tip Ford. Nga informacionet e para mësohet se nga aksidenti pasojat kanë qenë shumë të rënda, ndërsa 2 persona kanë humbur jetën dhe një tjetër ka mbritur në spital në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Sipas informacioneve nga policia, përplasja e dy mjeteve ka qenë shumë e fortë, ndërkohë që ka nisur dhe hetimet nga uniformat blu, të cilët kanë bllokuar edhe këtë aks rrugor për të zbardhur dhe për të vërtetuar shkaqet e vërteta të këtij aksidenti. Një aksident me pasojë 3 të vdekur ka ndodhur mbrëmjen e së dielës në afërsi të fshatit Drashovic të Vlorës. Në aksident janë përfshirë një mjet tip Benz me drejtues Adi Alusha, i rreth 30 vjeç, dhe një mjet tip Ford me drejtues Esad Brahimaj. Ngjarja e rëndë ndodhi përgjatë rrugës së Lumit të Vlorës, një aks i frekuentuar nga drejtuesit e mjeteve, ku dy automjete janë përplasur kok më kok. Përplasja ka qenë e fuqishme duke shkaktuar dëmtime të rënda në të dy automjetet, të cilat u shkatruan pothuajse plotësisht në pjesën ballore. Si pasojë e goditjes, dy drejtuesit e mjeteve Adi Alusha, i rreth 30 vjeç, dhe Esad Brahima, i rreth 40 vjeç, kanë humbur jetën në vendngjarje. Ndërkohë pasagjeri në një prej automjeteve, Andrea Begaj, në gjendje kritike është transportuar me urgjencë drejt spitalit, ku dhe ka ndruar jetë. Vetëm pak orë më pas, pasi nuk ka arritur të mbijetojë plagëve të marra. Sipas informacioneve të para, dyshohet se mjeti tip Ford ka qenë i pozicionuar gabim në mes të rrugës, duke krijuar rrezik të menjëhershëm për qarkullimin, ndërkohë që edhe automjeti tip Benz dyshohet se ka qenë me shpejtësi mbi normat e lejuara. Kombinimi i pozicionimit të gabuar në rrugë dhe tejkalimit të shpejtësisë dyshohet të ketë qenë faktor vendimtar në përplasje fatale. Disa orë pas aksidentit, në të cilën humbën jetën 3 persona, Blu TV është rikthyer sërish në vendin e ngjarjes. Prej aksidentit në aksin Vlorë-Kot dhe përgjatë kësaj të ëne, shenjat janë tepër të dallueshme. Blu Televizion është kthyer sërish të mëngjesin e kësaj të ëne në vendin ku ndodhi edhe aksidenti tragjik ku humbën jetën 3 persona. Siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet pas shpinës time, vetëm disa orë pas këtij aksidenti, shenjat janë ende të freskëta. Pjesa automjetesh të shpërndara kudo, por gjithashtu edhe shenja të frenimit të fortë, i cili më pas solli edhe aksidenti tragjik pranë fshatit Drashovic në aksin Vlorë-Kot. Kështu targa e mjetit Benz ka përfunduar në anën tjetër të trafikndarës, si dhe pjesë nga automjeti Ford. Ndërkohë në segmentin rrugor, aty ku rruga ka marrë në një pjesë të saj ngjyrën e zezë, janë shenjat e vajit dhe nafta të dalë nga mjeti Benz, si dhe shenjat e frenimit të fortë të mjetit Ford që janë ende në rrugë. Ky aksident i rënd rikthen edhe një herë vëmendjen te siguria në rrugët kombëtare, sidomos në segmentet jashtë zonave urbane, ku mungesa e ndriçimit, sinjalistika e pamjaftueshme dhe shpejtësia e lartë bëhen faktor të rrezikshëm për drejtuesit e mjeteve. Policia e Vlorës ka ndërmarrë një sër kontrollesh të zgjeruara në hyrje të qytetit në kuadër të masave për garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Operacioni në bashkëpunim me forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe policinë rrugore duke ushtrirë në disa akse kryesore hyrëse dhe dalëse të Vlorës, ku qarkullimi i mjeteve është i lartë. Kontrollet të shtuara në hyrje të Vlorës në fokus dhe personat me precedent penal. Policia e Vlorës ka ndërmarrë një sër kontrollesh të zgjeruara në hyrje të qytetit në kuadër të masave për garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Operacioni ishte zhvilluar në bashkëpunim me forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe policinë rrugore, duke ushtrirë në disa prej akseve kryesore hyrëse të qytetit të Vlorës, ku qarkullimi i mjeteve është më i lartë. Gjatë mbrëmjes së dielës, kontrollet janë përqendruar jo vetëm tek verifikimi i rutinit mjeteve dhe dokumentacionit, por edhe tek identifikimi dhe kontrolli personave me precedent penal. Burime nga policia bëjnë me dije se këta individ janë verifikuar me prioritet në kuadër të parandalimit të veprimtarive kriminale dhe rritjes së sigurisë në territor.
Në kuadër të këtij aksioni, 10 automjete janë ndaluar dhe janë kontrolluar në mënyrë të imtësishme, si për dokumentacionin përkatës, ashtu edhe për përmbajtjen e tyre. Efektivët kanë ushtruar kontrolle fizike ndaj personave që udhtonin automjete, duke synuar zbulimin e sendeve të jashtëligjshme, si armë, lëndë narkotike dhe objekte të tjera të ndaluara me ligj. Një vëmendje e shtuar i shkushtuar mjeteve të reja dhe individëve që konsiderohen me rrezikshmëri të lartë, me qëllim evidentimin e çdo aktiviteti të dyshimt. Sipas burimeve nga policia, kontrollet janë zhvilluar në mënyrë të befasishme dhe dinamike për të shmangur çdo tentativë për të shmangur verifikimeve nga ana e subjekteve të përfshira në veprimtari të paligjshme. Gjatë kontrolleve janë konstatuar dhe disa shkelje të kodit rrugor, për të cilat i vendosur masa administrative në formën e gjobave ndaj drejtuesve të mjeteve që nuk kanë respektuar rregullat e qarkullimit. Policia bën me dije se këto masa janë pjesë e një qasje të integruar që synon jo vetëm goditjen e paligjshmërisë, por edhe rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve për respektimin e ligjit. Rënja e lindshmërisë nga viti në vit apo edhe kurorëzimet e reja martesore të cilat kanë pësuar ulje kanë nxjerrë në pa një fenomen që po merr zgjerim. Duket se një sër arsyesh të rinjt janë të prirur drejt moskrimit të familjes, ndërsa sipas Instat, Vlora është qyteti me lindshmëri në ulje. Rënja e lindshmërisë nga viti në vit apo dhe kurorëzimet e reja martesore të cilat kanë pësuar ulje kanë nxjerrë në pa një fenomen i cili po merr zgjerim. Të rinjt janë të prirur drejt moskrimit të familjes për shkak të një sër arsyesh. Qytetarët e Vlorës mendojnë se arsyeja kryesore është ajo ekonomike, duke i bërë ata që të ndjejnë pasiguri dhe frikë për plotësimin e të gjitha nevojave familjare apo dhe të fëmijëve. Qytetarët thonë se edhe përgjatë sistemit komunist nuk ishte ekonomi të mirë, por sot, në ndryshim nga atëherë, ka ndryshuar dhe mentaliteti. Teksa të rinjt mendojnë më shumë për vete, karrierën apo aventurën. Sigurisht që sipas qytetarëve ndikon dhe mungesa e seriozitetit apo fakti që po rritet një brez i cili nuk është mësuar me sakrificën. Baza ekonomike. S'kan bazë ekonomike, s'kan të ardhme, shkrijojnë dot familje. Ka shumë faktorë të tjerë që s'mund t'i përmendur, por thelbi kryesor është baza ekonomike. Dishi, por primare është ekonomia, sepse ai s'ka ekonomi, se ndërton dot familjen pa ekonomi. Edhe ju s'kishit ekonomia, ama fëmijë kishit boll. Fëmijë kishim boll, por atëherë ishte fëmia martohesh në 20 vjeç. Kupton, edhe krijoi familja me fukarallëk të madh. Tani nuk është më ai sistem. S'është brezi sakrificës, dhe këtë mund ta themi, kupton, por e rëndësishme është ekonomia. Po besoj nga ajo që nuk kanë papunësia, nuk ju janë krijuar kushtet. Po edhe ka lidhje, po që edhe duhet punoj, plot ka. Po çfarë ekonomie kishim ne atëherë? Na shti ka më shumë ekonomi, në kohën ashti që ka marrë dirama, plot ka punë. Po ndoshta edhe vazhdo shkollën për të krijojnë kushtet. Frikant ke qenona se ashtu ndodhen problemet. Marrëdhëniet djem, vajza djem. Ndodhen anapoda. Kanë ndryshuar mendimet, mentaliteti. Nuk di çfarë them, unë kam 3 vajza, 2 djem i kam kompletuar. Dhe s'kam pat problemet kësaj natyre. Por që një arsye e kanë. U ka humbë besimi, janë shumë arsye që ekonomia po, ajo ndikon shumë. Mendje kokës asnjë gjë tjetër, po patë mendjen i kanë gjitha. Të rinjtë sot kanë frikë të krijojnë familjes, siç kam edhe unë djalin 33 vjeç, me arsim të lartë, pa punë, ka punuar para 8 vjetësh, 4 muaj, lubonj, edhe si do krijoj familja ai. Djali është i përgjegjshëm, i aftë, i saktë për punë. Kohët ndryshojnë. Unë jam martuar për shembull 28 vjeç. Mësues unë, mësuese. Gruaja ka luam një jetë të tërë deri më sot, 3 vajza dhe 1 djalë. Vajzat 2 i kam në Tiranë. Shiko, atëre studionim ne me vullnet, me dëshirë për të arritur rezultate sa më të larta dhe atëre puna ishte edhe e garantuar. Sot nuk ka seriozitet, s'ka mundësi të krijojë familje, se është pa punë.
Çiftet e rinj, të cilët kurorzohen në martesë sipas edhe Instat në të dhënat zyrtare që shpalosen për ditë, janë në ulje nga viti në vit, 2 deri në 5%, ku dhe numri i divorceve është më i lartë çdo vit. Nga ana tjetër, Instat konfirmon dhe faktin që lindshmëria është në ulje në qytetet kryesore, ku përfshihen Tirana, Durrësi e ndjekur nga Vlora. Prej më shumë se 3 muaj ka nisur në fshatin Bodic puna për ndërtimin e urës së re. Projekti në vlerën rreth 95 milion lek është realizuar në vetëm 70% të tij, ndërsa ka mbetur vetëm disa ditë nga afati i përfundimit të tyre. Punimet për ndërtimin e urës vazhdojnë me ritme të ulta. Në fshatin Vodic të Bashkisë së Selenicës ka nisur më tepër se 3 muaj më parë puna për ndërtimin e urës së re të këtij fshati, një projekt i cili ka vlerën e rreth 95 milion lekëve PATVSH. Afati i realizimit të punimeve është 4 muaj, me sipërmarrës shoqërinë Eurotema AP100 SHPK, por punimet për ndërtimin e urës së Vodicës vazhdojnë me ritme tepër minimale, megjithëse kanë mbetur vetëm disa ditë nga përfundimi i afatit zyrtar. Për realizimin e këtij projekti, në zonë ka shumë punë për të bërë ende. Punimet për ndërtimin e urës të Vodicës po vijojnë me ritme shumë të ulta. Afati është drejt përfundimit, ndërsa në teren ka akoma shumë punë për të bërë. Siç mund ta ndihni dhe nga pamjet, këtë të hënë firma ka zgjedhur ta bëjë pushim. Kjo e hënë megjithëse një ditë pushimi zyrtar, duke marrë parasysh faktin se afati po kalon, duhet të ishte një ditë pune për firmën, e cila ka marrë përsipër punimet, por po ndodh krejt e kundërta, kur kjo firma sot nuk po punon. Në kantierin e ndërtimit është realizuar ndërtimi i vetëm gjysmës së bazamentit mbajtës të urës së Vodicës dhe vetëm kaq. Makineritë qëndrojnë të fikura, ku sipas informacioneve rreth 70% e këtij projekti mbetet ende për tu realizuar. Sipas parashikimeve, nëse vazhdon me këto ritme, ky projekt rrezikon të shkojë më tepër se 2 fishi këtij afati. Nga ana tjetër, banorët e Vodicës vazhdojnë të kalojnë në një urë e cila rrezikon shembjen nga momenti në moment. Grabitja e kapakëve të shtyllave të ndritshimit në shëtitoren e Orikumit ka rritur ndjeshëm rrezikun për banorët dhe turistët. Shqetësimi ngrihet edhe nga vetë banorët e zonës, sipas të cilëve kjo situatë vazhdon prej kohësh dhe askush nuk mendon për zvendësimin e tyre. Grabitja e kapakëve të shtyllave të ndriçimit në shëtitoren e Orikumit ka rritur ndjeshëm rrezikun për banorët dhe turistët. Shqetësimi ngrihet edhe nga vetë banorët e zonës, të cilët shprehen se kjo situatë vijon prej kohësh dhe se nuk është marrë asnjë mas për zvendësimin e tyre. Më të rrezikuar mbeten padyshim fëmijët, pasi telat e energjisë elektrike janë të ekspozuar, duke përbërë rrezik serioz jo vetëm për ta, por edhe për çdo qytetar që e frekuenton këtë zonë. Sipas banorëve, kapakët janë vjedhur nga persona që i shesin për skrap, duke rritur kështu nivelin e rrezikshmërisë. Janë të hapura me tela korrenti jashtë, nuk përbëjnë rrezik për gjithë qytetarët, për fëmijët, për këto. Po, bëjnë rrezik. Po që ka frikë, di frikën tjetri. E nuk ka të faturët atje. Duhet marrë masa gjithsesi. Pa tjetër, po atë punë në kanë bërë këta që merren me skrapin, që mbledhin hekurishte. Gjithë i ka pak të lira, e klape, hoje, mori iku. Telat e elektrikut. Po t'jen elektrikut të rrezikshme janë, po t'jen hapur, po nuk e di se kam më re. Kryesisht për fëmijët, po për gjithë ata. Po për të gjithë më re, po t'jen fijet e elektrikut të hapur, rrezik ka, po nuk e kam më në re. Duhet ndërhyrë sa më shpesh. Patjetër, nëse ka fije të tilla, patjetër. Shumë të rrezikshme ato pazari. Janë rrezik për fëmijë, sidomos pa moshurit edhe din që më ashtu. Aty kalojnë, sidomos në Behar kalojnë shumë njerëz. Bën xhiro edhe janë të rrezikshme shumë ato. Ja ato po ka dhe shumë gjëra të tjera që zvenjeri dorë, absolutisht. Shumë të rrezikshme për mua. Ose nuk janë fare, po thuaj se janë të rrezikshme, kuptohet. Për fëmijët mbi gjitha, sepse ne të rriturit ndoshta e dim. Po mirë, për fëmijët i ngjiten edhe shtyllës, se nuk dinë, e kupton, po janë adoleshentët e vetë, 12 vjeç, 10 vjeç, edhe i dinë se ngjiten në pemë, edhe ngjiten përsëri këtu. Këto në fakt nuk janë të mira, janë të rrezikshme. Dhe duhen rregulluar.
Situata mbetet shqetësuese ndërsa banorët kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve për zvendësimin e kapakëve dhe parandalimin e problematikave që mund të krijohen në shëndetore. Ata shprehen se ndihen të rrezikuar ndërsa theksojnë se shtullat e ndriçimit janë vendosur nga njësia administrative, e cila duhet të marrë masa për zgjidhjen e kësaj problematike. Situata me alergji testinës dhe problematikat që ato sjellin kërkon që qytetarët që vuajnë prej tyre të kryejnë konsultë tek mjekët, si dhe të marrin mjekim përpara se simptomat të shfaqen. Kjo sipas mjekes alergologe Marcela Dervishaj shmang përkeqësimin e sëmundjes dhe komplikacionet që mund të vijnë nga alergjitë. Situata nga alergji testinës dhe problematikat që ato sjellin kërkon që qytetarët që vuajnë prej tyre të kryejnë konsultë me mjekët, si dhe të marrin mjekimin e dur përpara se simptomat të shfaqen. Sipas mjekes alergologe Marcela Dervishaj, marrja në kohë medikamenteve të nevojshme dhe konsultat me mjekun mund të shmangin përkeqësimin e gjendjes shëndetësore, por edhe komplikacionet që vijnë nga alergjitë. Pacientët të cilët janë diagnostikuar vitet më përpara për alergji testinës duhet patjetër të fillojnë mjekimin 2 javë, minimalja 2 javë para fillimit të sezonit të alergjisë, në mënyrë që në fillimin e sezonit të alergjisë të jenë sa më pak të shprehura simptomat e alergjisë. Përveç trajtimit medikamentos, janë disa masa të përgjithshme që ne këshillojmë pacientët për të marrë, nuk duhet të ekspozohen në orët kur intensiteti poleneve në ajër është i lartë, që janë kryesisht orët e paradites nga dreka, por më mirë është të ekspozohen në orët e vona të mbasdites dhe të darkës, ku sasia e poleneve në ajër është më pak e shprehur. Duhet të udhëtojnë vazhdimisht me xhama të mbyllur kur bëjnë udhëtime me makinë, apo gjithmonë duhet të bëjnë dush kur shkojnë në shtëpi, në mënyrë që polenet e mbetur në flok apo në rroba të largohen nga trupi. Duhet të mbajnë syze në mënyrë që mos të kenë kontakt polenet me pjesën e syve, që simptomat jenë sa më pak të shprehura. Pavarësisht masave, gjithsesi ne nuk e shmangim dot ekspozimin 100% të pacientëve ndaj poleneve, por që mundohemi të minimizojmë kontaktin që këta pacientë kenë me polenet. Pranvera dhe muaji mars shënoi nisjen e sezonit të alergjive të ndryshme, të prekur mund të jenë të gjitha grup moshat, ndërsa më të rrezikuar mbeten padyshim personat që vuajnë nga sëmundjet kronike. Ndërsa afrohemi drejt verës 2026, shumë turistë po kërkojnë destinacione pushimes që ofrojnë përvoja të paharrueshme. Por dhe miqësore për portofolin shkruhet në revistën argjentinase të udhëtimit InTripper, ku sipas saj vendi konsiderohet si më ekonomik për pushimet e verës është Shqipëria. Ndërsa afrohemi drejt verës së 2026-s, shumë turistë po kërkojnë destinacione pushimesh që jo vetëm ofrojnë përvoja të paharrueshme, por janë miqësore me portofolin, kështu shkruhet në një artikull të botuar në revistën argjentinase të udhëtimit InTripper. Në këtë kuadër, një destinacion ka dalë mbi të tjerë duke premtuar diell, kulturë dhe aventurë, pa qenë nevojshme për të shpenzuar shumë. Pse duhet të zgjidhni një destinacion ekonomik? Zgjedhja e një destinacioni të përballueshëm nuk do të thotë sakrifikimi i përvojave. Në fakt, shumë herë këto vende ofrojnë autenticitet dhe sharm që destinacionet më të frekuentuara dhe më të shtrenjta nuk e kanë. Duke zgjedhur një destinacion ekonomik është e mundur të eksploroni më shumë fal kostove të ulta, të aktiviteteve dhe akomodimit. Për më tepër, duke zgjedhur rajone më pak të njohura, mbështesni ekonomitë lokale që varen nga turizmi për të zhvilluar dhe përparuar. Destinacioni i verës 2026, vendi që konsiderohet si më ekonomik për pushimet e verës, është Shqipëria. Çfarë e bën Shqipërinë kaq speciale? Shqipëria është shpesh e lënë pas dore për shkak të fqinjve më të njohur si Greqia dhe Kroacia, po shfaqet si destinacioni perfekt për turistët që duan të eksplorojnë Europën në një mënyrë më autentike dhe me kosto shumë të ulët. Shqipëria ka një vijë bregdetare. Vende si Ksamili dhe Dërmiu ofrojnë ujëra të kristalta dhe rërë të artë pa turmat që mbushin destinacionet e tjera mesdhetare. Ndërkohë, Shqipëria ka gastronomin që kënaqësien. Kuzhina shqiptare është një kënaqësi për shqisat, duke kombinuar ndikimet mesdhetare dhe ballkanike. Sipas revistës, vizita në Shqipëri nuk është vetëm një vendim i zgjuar ekonomikisht, por një mundësi për të zbuluar një destinacion në gjendjen e tij më të pastër dhe të paprekur. Me mrekullitë e saj natyrore, pasurinë kulturore dhe mikpritjen e ngrohtë, Shqipëria është destinacion ideal për pushime të paharrueshme dhe të përballueshme në 2026-ën.
Policia njofton se gjatë 24 orëve të fundit për vepra të ndryshme penale ka referuar në prokurori disa shtetas, ndërsa ka shpallur në kërkim një 52 vjeçar banues në Vlorë pas kallëzimit të një shtetase se pretendon që prej disa muajsh përndiqet nga ky shtetas. Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve në Vlorë kanë referuar materialet në prokurori ku ka nisur procedimi penal për një 19 vjeçar banues në Vlorë gjatë një kontrolli fizik të ushtruar ndaj tij. Në një lulishtë në lagjen Njemaj u gjet një sasi e vogël e dyshuar si lëndë narkotike kanabis sativa. Ndërkohë specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Vlorë kanë shpallur në kërkim një 52 vjeçar banues në Vlorë, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim një shtetase e cila pretendon se prej disa muajsh përndiqet nga 52 vjeçari. Ndërkohë specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë kanë referuar materialet në prokurori, ndërsa ka nisur procedimi penal për një 68 vjeçar banues në Vlorë, i cili u konstatua në rrugën drejt Panajas duke drejtuar automjetin në gjendje të dorë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme. Flamurtari në basketbol për femra vazhdon formën e shkëlqyer duke konsoliduar vendin e parë në renditje pas një fitoreje bindëse ndaj Partizanit. Ekipi vlonjat triumfoi të dielën në Vlorë me rezultatin e thellë 87-64 në një ndeshje ku dominoi plotësisht nga fillimi deri në fund. Flamurtari në basketbol vazhdon formën e shkëlqyer duke konsoliduar vendin e parë në renditje pas një fitoreje bindëse ndaj Partizanit. Ekipi vlonjat triumfoi të dielën në Vlorë me rezultatin e thellë 87-64 në një ndeshje ku dominoi plotësisht nga fillimi deri në fund. Që në çerekun e parë, Flamurtari tregoi e përsi në lojë duke vendosur ritmin dhe kontrolluar çdo aspekt të sfidës. Me një mbrojtje të fortë dhe organizim të mirë në sulm, vlonjatët arritën të krijojnë diferencë të konsiderueshme në pikë, duke mos i dhënë asnjë moment mundësi Partizanit për t'u rikthyer në lojë. Partizani, një nga rivalët kryesor për titull këtë sezon, u përpoq të reagojë, por nuk arriti të përballojë intensitetin dhe saktësinë e Flamurtarit. Diferenca në cilësi dhe përgatitje u reflektua qartë në parket, ndërsa vendasit vazhduan të thellonin rezultatin deri në fund të 40 minutave. Me këtë fitore Flamurtari konfirmon jo vetëm vendin e parë në renditje, por edhe statusin si skuadra për të mundur këtë sezon. Vlonjatët vijojnë të jenë të pathyeshëm duke mos njohur ende asnjë humbje e duke dhënë sinjale të forta për pretendimet e tyre për titullin kampion. Oriku puson një humbje zhgënjyese përballë Partizanit B në një ndeshje të luftuar duke bërë edhe më të vështirë garën për ngritje në kategorinë e parë. Kjo disfat e Orikumit tashmë vetëm 2 pikë larg vendit të dytë, ndërkohë që kanë mbetur edhe 2 javë të tjera për të luajtur, gjithçka mbetet ende e hapur deri në fund. Oriku puson një humbje zhgënjyese përballë Partizanit B në një ndeshje shumë të luftuar duke bërë edhe më të fortë garën për ngjitjen në kategorinë e parë. Kjo disfat e lë Orikun tashmë 2 pikë nga vendi i dytë, ndërkohë që kanë mbetur dhe 2 javë për të luajtur dhe gjithçka mbetet e hapur deri në fund. Skuadra e Orikut humbi një mundësi shumë të artë ditën e diel për të ruajtur distancën me ndjekësit në renditje. Ndeshja u vendos në minutat e fundit ku miqtë arritën të shënonin golin e fitores, duke përcaktuar fatin e sfidës në mënyrën më dramatike të mundshme. Takimi u karakterizua nga një lojë e fortë dhe me intensitet të lartë, ku nuk munguan as episode të tensionuara. Skuadra kundërshtare u ndëshkua edhe me 2 karton të kuq, çka i dha Orikut një avantazh numerik në fushë për një pjesë të lojës. Megjithatë, pavarësisht rastave të shumta të krijuara gjatë 90 minutave, Oriku nuk arriti të konkretizojë dhe të gjejë rrugën e rjetës. Kur gjithçka duke se po shkonte drejt një barazimi, në minutën e fundit Partizani B shfrytëzoi një moment të vetëm dhe realizoi golin vendimtar. Tani Oriku është i detyruar të luftojë fort në 2 javët e mbetura të kampionatit për të siguruar objektivin e madh, ngjitjen në një kategori më lart. Ndeshjet e ardhshme pritet të jenë vendimtare, pasi do të përballen me rival të drejtë, duke bërë fundin e sezonit edhe më emocionues. Qeveria greke ka shpallur një paket masash për të përballuar rritjen e vazhdueshme të çmimeve të naftës si pasojë e tensioneve të naftës në lindjen e mesme. Mitsotakis shpalli planin 300 milion euro të masave lehtësuese dhe një ulje të menjëhershme me 20 cent për litër. Në një moment kur çmimet e benzinës dhe naftës po kapin shifrën rreth 2.1 euro për litër në qytetet e mëdha e shumë më tepër në rrethe apo ishuj, qeveria greke shpalli një paket të remasash për të përballuar rritjen e vazhdueshme të tyre si pasojë e tensioneve dhe luftës në lindjen e mesme.
Me një mesazh televiziv, kryeministri Kyriakos Mitsotakis njoftoi 4 ndërhyrje tek çmimet për muajt prill dhe maj, me një kosto totale rreth 300 milionë euro, me synim mbrojtjen e familjeve dhe ekonomisë nga vala e shtrëngtimit. Masa kryesore është subvencionimi i naftës për automjetet. Shteti do ta subvencionojë në rrjetin e shpërndarjes me 16 cent për litër. Kjo do të thotë se përfitimi për konsumatorin, por edhe për profesionistin në çmimin përfundimtar me TVSH do të arrijë në 20 cent për litër. Paketa përfshin edhe ndihmë për sektorin bujqësor me subvencionimin prej 15% të kostës së plerave kimik, si dhe kompensim për kompanitë e transportit detar, me kusht që të ofrojnë zbritje në biletat e udhëtimit, në mënyrë që çmimet të mbeten në nivelin e vitit të kaluar. Qeveria thekson se fondet do të sigurohen nga buxheti i shtetit dhe nga taksimi i fitimeve të operatorëve të lojrave online, ndërsa paralajmëron se do të mbajë rezerva në rast të përkeqësimit të situatës ekonomike globale. Pas 20 vite shpritje dhe dhimbje për familjarët, më në fund ka nisur gjyshi për tragjedinë më të madhe hekurudhore në Tempi të Greqisë, e cila u bë shkak për vdekjen e 57 personave në vitin 2023. Pas 3 vite shpritje dhe dhimbje për familjarët, më në fund ka nisur gjyshi për tragjedinë më të madhe hekurudhore në Tempi të Greqisë, e cila që shkak për vdekjen e 57 personave në vitin 2023. Kujtojmë se mes viktimave ishte edhe 22 vjeçari shqiptar Denis Ruçi, babai i cilit gjatë vitit të kaluar shndroi në grevurie për ditë të tëra. Me akuza përballen 36 persona, teksa më shumë se 350 dëshmitar pritet të dëgjohen në gjyqin i cili është hapur në qytetin qendror të Larisës, pranë vendit ku një tren mallrash dhe një pasagjerësh u përplasën më 28 shkurt. Shumica e të vdekurve ishin studentët cilët po ktheheshin nga një fundjavë karnavalesh. Kujtojmë se para se të hapej gjyqi, Pavlos Aslandis, i cili humbi të birin 26 vjeçar Dimitris, e njëkohësisht është udhëheqës i shoqatës së familjeve të viktimave, është shprehur se ky gjyq po fillon me vonesë të madhe, ajo që duam është ndëshkim shembullor për ata që janë përgjegjës. Mes të akuzuarve janë menaxheri i stacionit, i cili ishte në detyrë natën e aksidentit, zyrtar të tjerë si edhe 2 ish-punonjës italian të kompanisë nëntoksore të trenave. Të 2 trenat para momentit të përplasjes kishin lëvizur prej më shumë se 10 minutash në të njëjtin shteg pa aktivizuar ndonjë alarm, dhe sipas ekspertëve një katastrofë ekspozoi gjendjen e rëndë të sistemeve të sigurisë së rrjetit hekurudhor grek. Gjyqi pritet të zgjasë disa vite. 33 nga të akuzuarit përballen me akuza penale dhe rrezikojnë edhe burgim të përjetshëm. Asnjë nga të akuzuarit nuk ndodhet në burg, megjithse disa kanë shërbyer kohë në paraburgim para gjyqit. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin e lajmeve këtu në Blu Televizion. Për zhvillime të mëtejshme na ndiqni në rrjetet tona sociale si dhe në faqen tonë zyrtare. Bashkë mirupafshim.